Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshores. Uroj të jeni mirë. Do bëj leximin e radhës për ju, por s'pari kërkoj ndjesë që nuk arrita dot javën e kaluar t'ju bëj leximin, por ju premtoj që do bëj çdo ditë mesazhe pothuajse dhe do jem strikte në leximet të dashur, në leximet e javës. Dhe kam ca letra mbrapshtu, ashtu, dhe të shohim se çfarë këshillash apo mesazhesh do marrim për ju. Kësaj radhe nga letrat. Do filloni një kapitull të ri. Mund të jetë dashuri e re, mund të jetë punë e re, mund të jetë shtëpi e re, shtet i ri, familje e re, kështu me radhë të shojmë. Katër të gurit, absolutisht. Kam vërtet risi në jetën e juaj të dashur peshor. Po filloj me hero. Shikoni këtu është letra Merlin që është 0. Nëse e afroni pak dhe shikoni letra 0. Dhe me këtë letër, nga që numrohen në tarot, numrohen vetëm major arcana, letrat e mëdha, si kjo, këtu. Apo si kjo, këtu. Të dashur, si kjo këtu. Të dashur, letra 0 do të thotë një gjë e re. Mund të jetë në kuptimin e plotë të fjalës të re, vërtet një shpërngulje, një punë e re, biznes i ri, një dashuri e re, familje të krijuar të re, qytet, shtet, shtëpi e kështu me radhë. Por mund të jetë kjo. Dua të kem ndryshime në jetën time. Dua të kem ndryshime në jetën time dhe fillojmë nga vetja jonë. Në kuptimin e asaj që dua të ndryshoj pamjen, dua të ndryshoj se si mendoj, nuk dua të kem këtë shoqëri, dua të kem këtë shtëpi. Është personale, mund të jetë dhe ajo, por sikur diçka e vërtetin duke menduar të filloni nga fillimi. 4 të gurëve. Shikoni këtu ku është në një formë një thesar. Dhe ai thesari këtu kërkon për të hapur. Nuk shkojmë dot në brenda. Dhe kjo çfarë thot? Duhet të vendosni, nga që kam dhe dyën, shkon 2 qerdhe të zogjve. Cilën do ta zgjedhni? Cila do jetë rrugtimi juaj? Si do ta bëni këtë? Në çfarë mënyre? Dëgjoj, çdo rrugtim i ri nga 0 nuk është i lehtë. Mund të jetë dhe i dhimbshëm, dhe i vështirë, mund të jetë në forma të ndryshme të vijë ndryshim, por që duhet përballë dhe duhet të zgjedhur mënyrën sa më pak dhimbje të jetë ajo. Tani për shembull kur them dhimbje e mendoj në këtë mënyrë, duhet të shpërngulem, do lë familjen largve, do jem larg familjes. Ajo është e dhimbshme absolutisht. Mund të largohesh larg fëmijëve, apo fëmijët të largohen, apo përshëndetesh nga një punë që ke patur jashtëmase të bukur, është një fillim i ri, një punë komplet të re. Kjo është një vendim i vështirë absolutisht në cilën dhe kërkohet nga juve cilën do ta zgjidhni më me pak dhimbje dhe nga 2 qerdhe që keni në mendje, 2 të spiralës, do të thotë planifikimet e juaja që të përfundonin në një. Do thotë jo në 2 siç janë tani. Dhe ajo të kërkon një rrugtim për të hapur dhe për të parë çfarë është ajo çfarë po ju pret. Tani kur dalim në kuptimin e saj, vim në një vendim që dua për shembull të shpërngulem, e kemi me një farë mënyrë një lloj ideje se çfarë po na pret apo parafërsisht, por që atje ku vemi, atje do duken gjërat qartë. Ajo çfarë mund t'ju them, çfarë do lloj ndryshimi që keni ndërmend, qoftë ai personal, qoftë ai profesional, apo dhe emocional, ja ku është. Elpi e quajnë këtë letër the star, që do të thotë ylli. Shikoni këtu ku është një angel e pasqyruar në formë të njeriu, duke zbritur poshtë dhe në dorë ka një yll dhe ju ofron. Do thotë universi është duke u realizuar diçka të madhe. E madhe po them, nga që janë major arcana të 2 letrat të mëdhaja, do thotë një dëshirë të realizueshme. Dhe si keni arritur deri këtu e dim të gjithë.
si mund të arrijmë deri te kjo. Besimi jon që do arri nga këtu aty më ka sjellur këtë rezultat. Nëse ne duam, nuk mjafton, por është besimi jon. Atë çfarë mendojmë që do atë çfarë mendojmë, atë dhe realizojmë. Këtë kur mos ta harrojmë. Atë çfarë duam, atë dhe marrim. Nëse kemi hezitime në veten tonë, nuk realizohet kurrë. Do thotë, besimi juaj ka krijuar një terren të ri pjellor. Ky besim ka krijuar, ka hapur, ka ndriçuar këtë rrugtim të juajin. Besimi që ju, që këtu, do arrini atje. Absolutisht, mbretëresha e shpatës, të ftohtë, por brenda keni ditur, do thotë, nuk keni pasqyruar shumë emocione në gjërat që nuk keni folur dhe është e mirë. E kam bërë dhe një video, mbani gjërat për vete. Nuk është që kemi shumë armiqë dhe ka sy të zi, ka sy të keq. Sy të keq ka dhe më i dashuri juaj. Nga dashuria që kënaqet duke u parë që keni sukses dhe po korrni ato suksese, aty mund të jetë syri keq. Nuk do thotë vetëm nga njerëz të këqij, dhe nga njerëzit tonë me të dashur mund të marrim sy. Dhe kjo është, mbani gjërat për vete, deri në momentin kur të nënshkruani kontratat. Deri në momentin kur bleni atë shtëpi, deri në momentin kur të hapni atë biznes, sa më pak që të flisni, aq më mirë do jetë për ju. Do jetë më e suksesshme. Ja ku është këtu, sorra është mençuria vet. Sorra është dituria, urtësia vet. Çelsat në dorë keni ju dhe ajo kontratë. Asi i shpatës do të thotë në shkrimi kontratave të reja, në shkrimi i punës të re, në shkrimi për shtëpi, për biznes, për punë, për jetë të re, absolut çfarëdo që të jetë. Dhe kjo është jeta juaj do marrë vërtet një kahje komplet tjetër, absolutisht më të mirë, të dashur peshor, por gjërat mbajeni për vete. Nga që këtu ju shikoj, pakës, atë fillim të ri, si do ja bëj, si të jetë më pak e dhimbshme. Gjitha hezitimet dhe gjitha vendimet mbajeni për vete.